أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم فلندرون بيتي فعلنديهم كركوهم صلوات السلام الدعوات ونادرون محمد صلى الله عليه وسلم familjes tij të ndershme, shokëve tij besnik sahabë radhiyallahu anhum, të gjithë atyre që kanë pasur rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata që e pasojnë këtë kohë dhe ata të cilët do të pasojnë deri në ditën e gjykimit. Sonte me lejen e Allahut subhanahu wa taala kum patuar me ndodhën me ju duan e istikharës. Secili popull i ka nëse nal me këshyr histori, njeriu ka nevojë në momente të caktuara për me përzgjedh. Vjen në dilemë çka me vepru. A me bo kështu, a me bo ashtu, a është ma mirë ashtu, është ma mirë ashtu. Për shkak që njeriu është i mandet, Allahu subhanahu wa taala ka krijuar të tillë që nuk e din ghaibin, nuk e din fshehtën. Edhe friksohet për të ardhmes, atëherë njeriu don me pas një lloj mbështetje në veprimet e tij. Për me ditë a është e qelluar që ai veprim nuk është i qelluar, a ka hajër as ka hajër. Në xahiliet arabët kur kanë dashur me marrë veprime, e kanë praktikuar, i kanë pasën disa prej shtizave e zlam. I kanë marrë shtizat në majet shtizës, i kanë shkruar, për shembull, kanë shumë mirë keq, bën s'bën. I kanë përzi ato shtizat edhe i kanë nxjerr. Çajo që ka qellu, për shembull, nëse ka qellu s'bën ose mirë ose so mirë, ju nal për asaj punë. Ka dash me shku me një udhtim, i kanë përziq ato shtizat dhe i kanë shkruar për që aty në vedon disa bën, disa s'bën, ose disa mirë, disa jo mirë. Po të çaja që i ka qellu, ka vepruar. Nësa populli i Adit dhe i Themudit, Salihu alayhi salam, kështu me radhë, tek ata pejgamber, tek ata popull do të kanë praktikuar zojt, pllumët. I kanë marrë pe kafazit, edhe i kanë niq, shumë thonë i kanë shty. Kur kanë dalë pe kafazit, nëse kanë shku anën e djathtë, plumbi ka thonë kjo është hajër, mirë është me boqet punë. Nëse ka shku në të majnë, ka thonë jo, veprimi është i gabueshëm, nëse do me ndërmarrë këtë veprim dhe ose tek popujt çdo që kemi rri edhe na për shembull bestytnit, për shembull që është në perëndim numri 13, që është numri jo i fatit, e keni pa edhe në aeroplan për shembull ka rastis, mi pa 12, 14 numri, 13 nuk ka, se na përkate. Banesave të hoteleve, numri 13 nuk ekziston ose dhomave, ka pe disa prej bestytnive. Ose për shembull shikimi i kafeve në filxhan, ose premja rrugës nga maca, ose ta ka prej rrugën duhet mu kthy bestytni, që njerëzit i kanë përdorur. Ndërsa ndinin e Allah subhanahu wa taala, kur njeriu nuk din çka me vepru, përballet me ata se a është e hajrit me vepru apo nuk është e hajrit, nuk din çka me vepru, çka duhet, a ka dhënë zgjidhje Islami për këtë çështje. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith e transmeton Jabir ibn Abdullah. Thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha hamma ahadukum bi amrin fayarka' rak'atayn min ghayri farida, thumma yaqul. Pejgamberi fillimisht na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duan e istikharës. Kana nabi sallallahu alaihi wasallam yuallimuna du'a al-istikhara. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që na ka mësuar duan e istikharës, sikur që na ka mësuar një sure prej sureve të Kuranit. Kjo është shumë e rëndësishme në vizu. Na ka mësuar duan e istikharës, që na ka mësuar një sure prej sureve të Kuranit. Që është me rëndësi duaja këtu. Konkretisht. Pse se në suret Kuranit s'ka qysh dushtin, në suret Kuranit duhet me mësu qysh Allahu e ka zbrit. Andaj thotë, na i ka mësu qysh, na i ka mësu sahabët i kanë ju konë të kujdesshëm dhe e kanë kuptuar që duan e istikharës duhet me mësu sikur që mësojmë kur Allah. Do të kanë mësu kështu. S'ka pas sahabët që nuk e ka ditë. Fjalë për fjalë.
E tash vazhdon hadithi pejgamberit që transmeton Xhabir ibn Abdullah thotë idha ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam idha hamma ahadukum bi amrin falyarka rak'atayn. Nëse dikush do thotë ka një breng për një veprim të caktuar, do thotë me bë një veprim edhe nuk din çka më ndërmarr, çka më bë, falyarka rak'atayn thotë një tifale do thotë dy rekate min ghayri farida duke mos qenë fars, mos sunet nafile. I fal dy rekate, po të masi që të falë të dy rekate, atëherë po të thumë me yaqul, atëherë thot Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa a'lam wa anta ta'lam wa la a'lam. Ti e din dhe unë nuk e di. Wa anta 'allamul ghuyub, ti je ai që di të mshaftë. اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. والله نسألك كششتي وش خير فرموا في دين فين تامة ومعاشي نية تامة وعاقبة أمري ذن برفندي من الششتي بتمية تقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه ومن سموة ما لسا ما منصا ما لسا ذن شبرتيت. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرا لي أنا ستيدين ستشكتشتي والشر فرموا في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فين تامة نية تامة من برفندي من ششتي بتمية أتها فاصرفه عني واصرفني عنه دارجويا أتا بريمية دارجو مو بريساي بيان بيري صلى الله عليه وسلم أثبت واقدر لي خيرا حيث كان dhe ma mundëson mua hajrin ku dëshë tjetë. Warthum mardini edhe më bënë razime që atë që ti ka përsaktu për mua, edhe përsakton të çështjen wa yusemi el haja. Transmeton Buhariu këtë hadith. Inshallah të mundohna don fillimisht me tregu kur falet istikharja. Don fillimisht duhet me pas parasysh se istikhara, fjala do të thotë sini kur vjen edhe para tejes, gjithmonë ka për qëllim kërkesë. Për istisqa, kur thojmë me lyp shi. Shtetën istisqa. Ose isti'an, ose isti'adë, me kërku mbrojtje prej Allahut ose me kërku ndihmë prej Allahut. Domthonë fjalët që kjo seja kur vjen në arabisht para tejes, domthonë është gjithmonë kur lyp diçka. Tash në këtë rast istikhara është me lyp Allahut me ta përcaktuar më të mirën për ty. Domthonë a duhet me i fal patjetër 2 rekata, nuk duhet me i fal. Prej sunetit që ka në hadith është me i falë 2 rekate. A ka mundësi vetëm duajnë pa i falë 2 rekate? Ka mundësi. Nëse çështja është me ndërmarrë shpejt. Ka një çështje që duhet me dhonë përgjigje shpejt. Dhe s'ki mundësi me marrë avdes e me i falë 2 rekate, atër ulemat e kanë leju që me thonë vetëm duajnë pa i falë të 2 rekate. Në të kundërtën, në suneti është me marrë avdes, me i falë 2 rekate, tani masi që të falën 2 rekate me e thonë duaj. A lejohet me falë istikharën në kohë kur është ndaluar, për shembull masi kindis. Në parim, duhet me falë në kohën kur është lejuar. Po nëse çështja është e tillë që duhet, domthonë përgjigja duhet shpejt, atëherë ulemat e kanë lejuar edhe në kohë të ndalesës me i falë të 2 rekate me bodën thotë. Me bëna këtë namazin e istikharës. Për çka duhet me bëj istikharë? Istikharja bëhet për diçka që njeri nuk e din ghaibin, nuk e din mshirt. Për diçka që se din çka është veprimi. Për shembull, nuk mund me thonë me bëj istikharë a me shkon haxh a mos me shkon haxh. Nuk bëhet istikharë për diçka që Zoti e ka obliguar, a me fal namazin a mos me fal, a me dhon zakatin a mos me dhon. Ti mund me fal istikharë a me shku me çet grup, a me këtë grup po. A me shku me filan hoxhën, a me filan hoxhën, po. Po për atë që Zotit ka obliguar nuk ka istikharë. Dhe me thonë me bëj istikharë a me marr kamat a mos me marr. Kjo është nuk bëhet në këtë formë. Në ato që Allah ka ndaluar s'ka istikharë. Kjo është ajo që disa prej rregullave. Edhe inshallah do ta shohim në fund. A vjen ondër apo kemi ndi veten tillë që kemi marrë veprimin apo çka është esenca e kësaj, inshallah do ta shohim, do ta finalizojmë në fund çka kanë folë dietar për këtë çështje.
për me qenë e pranueshme istikharja, për me qenë e pranueshme kjo dua tek Allahu subhanahu wa taala, kanë vendosur një kusht ulemat. Do të pasi që ta fash namazin dhe pasi që ta bësh këtë dua, për më realizu kjo duhet më plotësu njërin prej kushteve. Ajo është, do të kur ta lutsh Allahun subhanahu wa taala, me lut me prezencë të zemrës. Dhe prej fillimit të këtyre temave që kemi trajtuar me duan, ne kemi potencuar dhe kemi theksu dhe ritheksu dhe nënvizu se shumë më rëndësi tek duaja prezenca e zemrës. Do me bo me zemër të qiltër dhe me pa zemrën prezente kur e lut Allahun subhanahu wa taala. Dhe ka një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu nuk i përgjigjet duajës në njeriu me zemër min qalbin ghayru la'i. Allahu subhanahu wa taala nuk i përgjigjet duas atij që e lut Allahun subhanahu wa taala duke mos qenë prezent zemër. Allahu e çmon dhe don prej besimtarëve që me lut Allahun subhanahu wa taala me zemër, me lut Allahun xhallah, zemra mu drejtu ka Allahu xhallah. Siç drejtohet trupi ka kibla, zemra mu drejtu ka Allahu subhanahu wa taala. Prandaj do të mundohemi për me kushti që ka ndjetar për më hum prezant zemër duhet me ditë kuptimin e tyre. Me ndje, me përjetu dhe me mundu. E tash a bon me thonë duan me libër apo me telefon? E kanë liu dietarët, thonë nëse kjo ndihmon më kon më i përqendruar në duan tonë, me kuptu kuptimin e saj më mirë, on bon. Më mirë vetë mirë është me thonë përmendsh, me ditë, edhe me ditë kuptimin e saj dhe me thonë me përjetim. Po nëse s'e din, atëherë ndihmon libra ose epi që ki, ne ka përthime dhe ti e mediton këtë dua, atëherë ka on lejohet me bodhen këtë farkohë. Çfarë do të mundohemi me nxjerr disa prej urtësive dhe me përkthy kuptimin e këtyre fjalëve. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka bi qudratik. O Allah, unë kërkoj nga ti më të mirën për zgjedhjen e hajrit dhe të mirës bi'ilmik, me dijen tonë. Wa astaqdiruka bi qudratik. Dhe kërkoj nga forca jote që ti me realizu këtë çështje. Çka ka ndërlidhje me realizimin e qëllimeve dhe synimeve që ti ke, qoftë për martesë, qoftë me ble kerr, qoftë me ble banesë, qoftë me bo një punë të hajrit, diçka që nuk din shumë me vendos. Çka ka ndërlidhje dija me forcën. Ja atribon Allahu subhanahu wa taala dijen, nga se dija e Zotit është absolute. Se ka mundësi ka njëri me pas dije, po mos me pas kapacitet, forcë, mall. Është një njeri që Allahu xhallahu ala i ka dhënë aftësi të menduarit, ka strategji, është i lindur për biznes, është i lindur për me bo plane. Dhe e din se që kjo nëse veprohet që të farforme, shkohet ka që kjo rrugë, nëse bëhet kjo, funksionon. Mirë po s'ka kapacitet, s'ka as kapacitet financiar, as shëndetësor, as. Dhe kur ti thush Allahu po ta adresoj ty dhe po të mbështetem ty me dijen tonë. Nëse subhanallahu unë ndoshta Zot ka mundësi me bo, më ke dhënë nga mirësitë dhe begatitë tua, nga pasuria jote, më ke dhënë shëndet, i kam tana të mirë. Po s'kam kapacitet me analizu. Edhe nuk e di, unë mendoj se që kjo është mirë, asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, kanë ju e urrejnë një sen, po ajo është hajër për ju. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, kanë ju e doni një çështje dhe është sharr për ju. A nuk e dim ghaibin, nuk e dim shëftë. Andaj Allah është ai që e din, anta allamul ghuyub, ka Allahu, ti ai që i din shëftat. Andaj dikush ka mundësi me pas dije, po mos me pas kapacitet. Dhe dikush ka mundësi me pas kapacitet financiar, do të thotë ose shëndetësor ose strategji, po nuk ka dije. Andaj Allahu xhallahu ka edhe dijen, edhe fuqinë, edhe realizimin e saj. Unë muj me pas dije, po nuk muj me pas realizimin. Ka njerë muj me pas në dorë realizimin me realizu, me pas mundësin, po se kemi dijen, se dim që kjo duhet shtu më bu. Andaj në këtë farforme ti i thua Allah, ty po të ndërzohë. Ti je menaxhuesi i çdo gjëje. Ti din për së në çështje çka është, sikur të kishte qenë, çush kishte me qenë. Andaj ja adresojmë dhe atribojmë Allahu subhanahu wa taala këtë cilësi. Dhe vazhdojmë, wa as'aluka min fadlika al-azim, dhe kërkoj nga mirësitë tua të mëdha. Nga e mira jote që është e shumët dhe e pa kufishme. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Nëse ti ki mundësi me bo, unë nuk muj. Ti ki mundësi, unë s'ka mundësi. Wa ta'lamu wa la a'lam.
ti e din, po unë nuk e di. Ti ai që ki edhe fuqi, edhe dituri, edhe për çka. Unë kam mundësi me pas diçka, po Allahu xhalala mos më mundon dije. Nuk e di të më sheften çysh rrjedh. Unë mendoj se është hajër, po nuk e di që ndoshta bashkë duhesh të më shef mas saj sherrri për mua, dami për mua. Ose e kundërta, na e shohim domthon këtë pengesë, këtë sprov, këtë telashe që e kemi, qoftë me njerëzit, qoftë me familjar, qoftë me punën që e kemi, qoftë me mjetin që e kemi, qoftë me çfarë që duhet me realizu, na ka dalë një kodër probleme para nesh. Për neve duket në sytë e tonë duket sherr. Por ndoshta Allahu xhallahu na përmjet se sprovë do na pastru neve bashkë aty është më shef hajri. Dhe e kundërta, kanë herë na duket që krejt rrugë çojnë këtu, krejt kushtet ju në përshtat për me bo hijret. Këtë kushtet ju në përshtat për me shku në filan vendin. Këtë kushtet ju në përshtat për shemë për me realizu qëtë qështje. Dhe ty do këtë në fotografinë tonë në që kjo për mu është zgjidhja. Po ndoshta bashkë aty do në të Allahu xhalala ka përsaktuar për ty humbje, përfundimin, jo të mirë. Dhe e kundërta. Andaj, kur ja adreson Allahu subhanahu wa taala në këtë formë, thua Allah. Ti mund, po unë nuk muj. Ti din, po nuk di. Andaj, për që ta ty për t'alo çështjen tim. Për që ta shka po du me ndërma, qoftë që kjo martesë, qoftë që kjo hijret që po du me bo, qoftë që kjo banesë që po du me ble, qoftë që kjo shtëpi që po du me ndërtu, qoftë që kjo mjetë që po du me ble, ona asë nuk e di, po asë nuk kam kapacitet. Nëse ti së jem nga mirësitë e tua, ona jam i dështu. Allah nuk e këshirë për shemë njohin prej duave, se si Allah xhalala na është wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Çka në ajet Kur'anit, nëse doni me i numëru, na e përkthejmë gjurshqipe mirësit. Në ajet ka arë wa in ta'uddu ni'ma, ka përmend njës. Nëse doni me numëru një të mirë Zotit, s'keni mundësi. Na e përkthejmë shumë, nëse doni me numëru të mirët e Zotit, s'keni mundësi. Allah thot wa in ta'uddu ni'mat Allah, nëse doni veç një të mirë Zotit me numëru, s'ka mundësi me numëru. Ose në hadithin që e bojmë mëngjes e mramje, e bu u leke bi ni'metike alije. Kërkoj, do në jëmë mirë njës, nga mirësia jote ni'me, një të mirë. Josh, pse ka orë vesh një? S'keni mundësi, ka onë Allah, vesh një të mirë me numru, s'keni mundësi me numru. Në komendin e saj ka thonë djetarë, subhanallah, vetë që këtë mirë që të ka onë Zoti, për shemull, veç të mirën e shikimit. Para më ndohë mësë me pas shikim, me të pas marrë Zoti sytë. Sa i shikoni privun për i të mirë, Zotit. S'kishe mujt me pas leje, s'kishe mujt me vëzit kërë, s'kishe mujt me lezu, s'kishe. Dhe sa vinë sprova, edhe sa begati ki shka kuj që saj. Ose vesh me ta pas marrë Allah një metin e të folmës. Që në kupon s'kishe ndëgju, nëse s'kishe ndëgju, s'kishe mujt me folë. Sa kish ka këtu probleme njëtë. Ose me na pas marrë, Allah xhallahu vesh mirësinë e veshkës që e kemi edhe kështu me. Tash kështu ka. E ta në këtë kësaj shumë mujahidi u ka thonë vesh mirësinë e Islamit që ka dhënë është bë. E ka për qëllim wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith min mirësitë e Zotit për mirën që do të ka dhënë për Islamin është fjalë. Këtë këto që mi pasuas Islamin ose pas këtë zhyt kështu. Andaj pse po ndalidhet tani çet farforme kur kështu i drejtohesh Allahu xhallahu në këtë lutje. O Allah, ti mi këllon të begati. Ti din për mu çka është tani. Ty të dërzohem, nëse subhanallah qa që ki ndorë kompetensat të mirësi që më këllon, që une subhanallah zdi as jam falëndëru, as di mi numëru, as nuk di mu konë mirë njës për do të mira që mi këllon. Dhe për shëta, ty të dërzohem. Këtë çështjen teme ty të dërzoja Zotja. Nëse ti e ki fuqin, ti e ki dijen, ti e ki fuqin, ndaj për shëta në ty dërzohem. Kështu me këtë edukat më udhërzu tek Allah subhanahu wa taala, domthon kjo është ajo që e don Allah subhanahu wa taala. Wa anta allamul ghuyub, nga se ti e din msheftë. Vazhdon hadithi, Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Wallah, nëse kjo çështje është hajër për mua. Fillimisht e ka filluar me fejën. Wallahi në zamanin që po jetojmë sot, shumicën e rasteve njerëzit qofshin ato zoom, është në kohë gjatë fatkesisht, në neve pëllun shejtani, gjithmonë për shemë për e këshyrë me aspektin financiar. Po është hajri. Në vetdije, duke mos e vrejt, në vetdije njeriu do të përcakton me këshyrë aspektin e dunjas. Kur kemi me marrë vendime, sidomos kjo sprova e kohës fundit, do të
emigrimit, e këto në shumicën e raste e këshyret aspekti financiar. Atje ka siguri, atje ka sigurim, atje e ki sigurum familjen, e ki fëmijët, e ki bashkëshortën, e ki atë. Njeri fillimisht në këtë hadith na ka edukuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që me pas këtë preokupim tonin vazhdimisht dinit. Para që jepet përparësi dinit, çatë veprim që ti don me marr, Allah, që kjo nëse është hajër mu për fejen teme, që kjo bashkëshortë që unë po duam me përzjedh, fillimisht do të më shyrë për dinin tënd është hajër. Subhanallah, bëhet shkak që ajo që me deviju njeriu. Dhe ka ndodhur, kemi domosdoshmë raste që njohim, edhe besoj si për ju e ka nga një rast që din me kallëzu që po be filani u koni përkushtuar me uzu me këto, po nuk e di si u martu. U ndalu për ligjërata, ka dal nga dal, ka fillu me ja lesu vetët e Zoti na ruaj me deviju. Pse? Se kur ta lutë Allahun xhelala me pas me preokupimi kryesor me kon din. Që kjo vetusha për blejuna, ka më konë hajrë për fejën teme, që kjo shpi që për du me marrë, ka më konë hajrë, që kjo punë që më du me hynë qëtë puna, është hajrë për fejën teme, o Zot. Është aty ka talë në shumë qëtë punën, qëtë biznes që unë e bëj. Po fejën ama dëmë tonë. Shpesh herë bi njerëzit preje qasoj punë dhe angazhimi, dhe vëllaj kemi raste. Në rast konkret që më ka ndodhë mu, në familje pak ma largët, ma e gjonë, me thonë, u koni përkushtu, mi u zumë të domon njeri që i kanë ndjek me ligjërata, me hekur ka shku në Gjermani, e kanë bo shef të repartit që ka punu aty, dhe i ka thonë të shku, ka po shkojmë me folë gjimoni, ka nja, këto është në Gjermani, të smujmë. Dhe kjo është, subhanallah, sëpëronë Allah, gjithë, ta jebë diçka që është për Allah në s'ka vlerë, hitë dunjaja s'ka vlerë asë sakrave më shkojës, po ta mera që është shumë me vlerë, ta merë dini. Dhe a është hajrë për fejen teme, fillimisht preokupimi bazë për neve më konë feja. Në çdo veprim të. Mas fesë, a është hajrë për mu në jetën teme, se ka mundësi në feje nuk të pengon. Po të qënë Allah subhanahu wa taala të lashën në jetë me qatë përzjedhjen që ti po dënë me bo, kjo më konë ta një jetën jo komatë. Kjo me pas të lashën me qatë bashorte, me qatë kerrë, me qatë shpi, me qatë punë, me qatë përzjedhje ku do në ti me jetu. Nështë ta në fe, kjo më konë ajë që kime e fa, edhe mon kjo më konë besimtar mirë, po kime pas të lashën një jetë që s'kanë më të largu asë njëherë, i sprovu. Dhe duhet me rrutë ashtë mas në fesë, edhe një jetë Allah më konë me pas komoditet. Në qatë shka ka me më donë rahati dhe komoditet. Ka mundësi në fejë mës me të pengu edhe një jetë, dhe të të Allah subhanahu wa ta'ala me pas një jetë të mirë. O aqibet e emrija dhe përfundimin e çështjeve të mia, të jetës teme, dhe përfundimin e çështjeve të mia, më konë hajrë për mu. Subhanallah, se ka mundësi në përfundim të jetës, në përfundim të çështjeve tua, më konë shirë. Rruga që ky hy është mirë. Do këtë e këndshme, do këtë e mirë, do këtë me lula, do këtë me të pitkuq, do këtë mirë. Edhe kemi jetu disa vite, ndoshta rahati, komoditet, pa të lashët, pa probleme. Po çështja e fundi i çështjeve, domthonjë ka më konë sprovë për ty. Ai kjo është ajo edukata që më Allah, edhe feja, edhe jeta, po edhe fundi më konë hajër. Kështu e kanë pas gajle, domthonjë gjeneratat e para. Fodajlin kër e kanë nitu kajt, natën shumë. I ka thonë, subhanallah, tanë natën të kemi nitu kajt, ka thonë, gjunahat shumë të ashka, ato e kanë ditë. Ka thonë, jo, marash, unë e vogël gjuna, se Allah ka rahmetin e madhë. Ka thonë, po ajo që kam brengos mu është përfundimi i çështjes teme. Unë se di shtu marë, se që ajo më ka shtime e kajave. Që kjo kur e mendoj, tanë e ma shkon nata në qëtë farforme. Nuk është problemi të gjuna, problemi është fundi shpo vjerë. Shtu e kanë pas gajle selefi. Dhe kjo është ajo që preokupimi më konë kjo, momentet e fundit kur aty s'kemi vetdije, aty s'kemi preokupimin më të vladit, as të bashortës, as dunjas, as asaj që ka kemi grumbullu. Aty aty kam unë varë që ki jetu jetën. Dhe fundi më konë i hajrë. Nëse që kjo për mu ketë që të trije, atëra Allah, nëse këto janë hajrë për mu, faqdir huli, ma mundësëvu, në realizu. Se ka mundësi Allahu xhelala mos me ta realizu. Ta shti peru që mundësoha me e bo. Faqdirhu li wa yassirhu li.
edhe lehtëso më. Se ka mundësi Allahu me ta mundësu, por mos me ta lehtësu. Çat punë që ti po don me përzjedh, çat bashkëshortë që ti po don me marr, me përzjedh, çat shtëpi që ti po bën ose në banesë ose çfarë do veprimi. Ka mundësi Zoti me ta mundësu, po me ta nxjerr shpirtin Allahu xhelal ti sa të realizosh. E vi thua Allahut edhe mundësoma, po edhe lehtësoma. Kjo është shumë e rëndësishme, mos me dell shumë energji dhe mund ti për me realizu çat qëllim. Dhe ka mundësi Allahu subhanahu wa taala edhe me ta mundësu edhe me ta lehtësu. Por mos me çu bereqet. Edhe ki realizu, ki hin punë kollaj, edhe lehtë ki pas edhe rrok ki marr shumë, po s'ka çu Allahu bereqet çat pasuri kur. As ke mujt me kontribu në dinin e Allah subhanahu wa ta'ala, as ke mujt me kënaq familjen me çat pasuri që ki pas askush. I ki shku ti ngurbet, ki sakrifiku, ki jetu, ki lon veten keq, këtë këto, Allah s'ka çu bereqet. Kur gjos ki pa hajër për saj. As për dunjan tonë, as për ahiretin tonë. Andaj kjo është subhanallahu sa është e përmbledhur si dua. Edhe mundsoma, edhe lesoma, mos ma nxjerr shpirtin për çdo çka po du, po nëse këtë të dyja mi leson, e rëndësishme është edhe bereqet me mshu Zot. Me mshu bereqet në kërkimin e dijes, me mshu bereqet në adhurim, me mshu bereqet në përkushtim, me mshu bereqet në këtë pasuri, me mshu bereqet në këtë bashkëshortë më thonë bereqet. Me jetu jetë të shnosht në dinin e Allah subhanahu wa taala, me që të kërë mos me mshku komplet jeta të marr me ta. Është bashkë momentet më të rëndësishme kur duhet më konë pjesë e ligjëratës, më konë pjesë e adhurimit të marr me diçka që se s'çan Allah bereqet. Dikujt subhanallahu shumë është i vjetër ato, po Allah e çon bereqet, s'ka telash e vazhdon krym punën. Këtë është esenca tek bereqeti. Mund të jetë rroga e vogël, po Allah më çon bereqet me ta më apo hajrin shumë. E unë e marr shumë, po mos me pa hajër kur zho, mos me kontribu kur zho. Dhe vazhdon pjesa e dytë e hadithit. In kunta ta'lam anna hadha al-amr sharrun li, nëse din se kjo punë është sherr për mua, nuk është hajër për mua, në fejen time, në jetën time, në përfundimin e çështjeve të mia, s'po hyj tash se çush këtë e parë, atëherë thot fasrifu anni wasrifni anhu. Largoj ata prej meje dhe largo mua prej saj. Pse ka pas nevojë me thonë ty dyjet? Largoj ata prej meje u kry. Ka mundësi Allah me ta largu. Nëse ti e ki lut me sinqeritet Allahun subhanahu wa taala, e ki ndje, Allahu xhela me ta largu çata shka ti e ki synuar. Po me të met zemra, me të qështojmë na me të met zhik çat. S'ta ka realizuar do çat punë. Po ty Allah ata pe ty e ka heq çat punë, ose çat vajzë që ti ke synu me marr, Allah e ka largu, ka dosh. Po ty të ka me të pikë në zemër. E thash, edhe ata prej meje, po edhe mu prej saj. Edhe qatë punë mos më realizo, po edhe mu do të bënëm që ma mos me pas në ndjenja për ta heq. Mos me met me rak pëse su realizu që e punë. Mos me met me rak pëse se su bo viza. Mos me met me rak do të pëse nuk e bleta qatë shpi, ose qatë kërë. Thjesht, edhe ata prej meje dhe mu prej saj. Shumicën e rasteve subhanallahu njerëzit provuan. Allahu ndoshta ja largon qatë se realizon që ta e din se Zoti është sherr për ta. Po subhanallahu denohet duke i marrë gjithmonë mend të ajo. Se bona qyshëm hiki, qyshëm realizat tube ta kisha bo, domethënë shkon vitet e tëra duke u angazhuar me ta subhanallahu duke mos e ndi rahatin dhe kënaqësinë që ka me gruajin aktuale ose me punën aktual që është me çat punë ose me shoqërinë që ka. Thotë edhe ata largoje për me edhe mu prej soj zemrën time qetësoj edhe mos e bën që me pas merak për ta. Waqdir li khayran haythu kan. Dhe më mundso mu hajrin kudo që të jetë. Qëtu unë e kum lyp qëtë hajrë. Po kum thonë nëse so hajrë, largoma. Ta ka largu Allah edhe të pej zemrës edhe ajo u largu pej te. Po shtash o Zot ti, se ti e gjithdishëm. Unë nuk e di ku më shef hajri për mu. Unë ty të kum drejtu. Që të ki edhe fuqi, edhe di, edhe i din ku, edhe ki mundësime më realizu, edhe i mundësoma hajrin ku dë që tjetë. Unë e ku mendu që tu që është hajrë. Unë e ku mendu se që kjo për mua është hajrë, që kjo bashkërtë. Unë ku mendu se që kjo punë është për mua hajrë. Po ti ma ki largu edhe pej zemrës, elhamdulillah, u ju më qetësu, tash ku dë që t'jem shef për mua puna e hajrit, bashkërtja e hajrit, vendi i mirë, atëherë ma mundëso që aty me realizu. Mundësoma. Se ti e din ko është për mua. Do shta unë ku mendu se që tu ma afer që kjo punë. Po ti ki përcaktu dikun shumë kilometra ma largë, po që aty për mua është bashkë që aty ka me gjithë
rahatin dhe komoditin. Bashkë aty ka me gjetë bereqetin. Kudo që tjetë. Mas krejt soja, Zot, ma ki përcaktu, se ka mundësi Allah me ta përcaktu dikund. Që tu suboj e ki marrë dikund ma largë, edhe është e hajrë, po subhanallah, s'bova ki nuk e i knashë, nuk e i razi. Atëherë, thot, që aty ku ma ki përcaktu Allah, ma mundëso se që aty me një rahati dhe qëtësi. Nëse ti ki përcaktu, ku do që ki përcaktu për mu, më bënë që edhe unë më konë razi, unë alhamdulillah. Ma ka mundësu Allah, është alhamdulillah. Dhe kjo është ajo që duhet me synu, kjo është për fundimi, kjo është ajo që duhet me synu në doat tonë. Dhe lusë Allah subhanahu wa ta'ala që timi nga ata cilët për çdo çështje tonë që na preokupon, nuk e dim të ardhmen e saj, mi u mbështet Allahu subhanahu wa ta'ala, mi u lut atij tebaraka wa ta'ala me këtë dua, me këtë lutje, duke i analizuar çdo detaj të kësaj lutje, e tash atë vjen ëndër apo e nin vetën më komod. Mendimi më i saktë dietare ka është kur të ki me përcaktu një çështje dhe nuk po din, ka thonë nëse është mundësia, thash me i fal 2 rekate dhe me bëu këtë dua, mos prit ëndër. E as mos thuaj se peni vetën më mirë, po kanë thonë nëse je i sinqert, prezant është zemra jote kur e lut Allahun subhanahu wa taala, duke i ditë kuptimet e kësaj që i tham, ka thonë atëherë ti e vazhdon çat punë. Nëse është hajër për ty, Allahu ta mundson. Nëse s'është hajër për ty, Allah i bjen se vetë të prishet nuk bëhet. Është e qartë. Jo ëndër, jo me një, po ti e ki bo doan, nëse ki kohë mi falë 2 rekate, nëse jo e ki bo doan, me qëtë binje, me qëtë përkushtim, prezent zemra jote duke lutë Allahun xhelala, do të vazhdon çat punë. Qoftë punë, qoftë shkollim, qoftë rrugtim, po nëse është hajër për ty, Allahu ta mundson. Nëse nuk është hajër për ty, Allahu i bën sebepet që mu pengu dhe mos më realizu. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله يشفي